Pletvotime mund të kalojnë edhe një herë në duart e komisionerëve. Gjasat që të rinumrohen sërish janë të mëdha pas ndryshimeve në rezultatet për kandidatë të evidentuara së fundmi nga qendra e numrimit dhe rezultateve. Për këtë arsye, shoqëria civile po kërkon një rinumrim të plotë. Për të garantuar legitimitet më të madh të procesit, është e domosdoshme që të ketë rinumrim të plotë dhe që për më tepër kjo mund të kontribuojë në evitimin e vonesave. KQZ-ja vazhdon me dinamikë të plotë punës, do t'i duhen të paktën 10 ditë deri në 12 çosh që ta përmbyll rinumrimin në vetëm 35 apo 36% të vendvotimit. Sipas Cakollit, kjo do të evitonte edhe vonesat që mund të krijohen nga ankesat që pritet u drejtohen organeve juridike. Kjo nënkupton që nëse pastaj do të fillojë të rrjedha fati 10 ditor për ankesa, mesatarisht 5 për PZAP-ën dhe 5 për Gjykatën Supreme, i bie që do të kemi edhe 10 ditë vonesa tjera para se këto institucione, bazuar në praktikën e tyre, të vendosin për rinumrime të tjera. Nga ky rishikim i votave, thuhet se është zbehur edhe afati i zgjedhjeve. Duke pas situatën aktuale të lëndimit procesit zgjedhor të 28 dhjetorit, edhe rinumrimi total do më thonë është një çështje që të duhej ndoshta të ndodhë. A e radikon një proces të tillë, sidomos fazat edhe afatet ligjore, kam përshtypjen që po. Të martën e 13 janarit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim për rinumrimin e 100% të votave në 10 komuna.